Sekreti që tronditi fshatin në një fshat të vogël me skodrave, ku shtëpit ishin të ndërtuara me gur të vjetër dhe rrugët mbaheshin mend më shumë nga hapat e njerëzve sesa nga emra zyrtar, jeta rrifte e qetë dhe e parashikueshme. Çdo gjë dukej sikur përsëritej çdo ditë, zgjimi herët, bagëtit që nxirreshin në livadh, gratë që pastronin oborret dhe burrat që ndaleshin në të njëjtën kafene të vogël për të pirë kafen e mëngjesit. Në këtë fshat, sekretet rrallë mbeteshin të fshehta dhe nderi ishte fjala më e rëndë që mund të mbaje mbi shpinë. Aty jetonte edhe Elira, një vajzë 21 vjeçare, e njohur nga të gjithë si e urtë, e qetë dhe e mbyllur në vetvete. Nuk ishte nga ato vajza që dilnin shpesh, as nga ato që flisnin shumë. Kishte mbaruar shkollën e mesme me rezultate të mira dhe kishte qëndruar në fshat për të ndihmuar prindërit. Nëna e saj, Mira, ishte një grua e thjeshtë, me duar të ashpra nga puna, por me zemër të bullë. I ati, Halili, ishte burr i fjalës së pakët, por i respektuar nga fshati për ndershmërinë e tij. Elira ishte rritur me rregulla të forta. Në atë shtëpi nuk flitej për dashurinë, për djemt apo për ëndrat personale. Gjithçka duhej të ishte siç e do zakoni. Ajo e dinte mirë se çfarë pritej prej saj, të ishte e pastër, e bindur dhe të martohej një ditë me një djalë të zgjedhur nga familja. Dhe ajo, të paktën në sytë e të gjithëve, e kishte përmbushur këtë pritshmëri, por jeta, si gjithmonë, kishte plane të tjera, gjithçka nisi me lodhjen. Elira ndjehej ndryshe prej javësh. Nuk kishte oreks, i merrej mendja her pas here dhe në mëngjes zgjohej me një ndjesi të çuditshme në stomak. Fillimisht mendoi se ishte nga puna e madhe, nga stresi apo ndoshta nga ndonjë ftohje. Nuk i kushtoi rëndësi. Në fshat, vajzat e reja nuk ankoheshin lehtë, por kur muaji kaloi dhe ajo vuri re se diçka nuk po shkonte si zakonisht, një frikë e heshtur filloi t'i ngjitej në kraharor. Netëve nuk flinte mirë. Rrinte zgjuar, duke dëgjuar frymëmarrjen e prindërve në dhomën tjetër dhe duke u lutur që ajo që po mendonte të mos ishte e vërtetë. Një pasdite, teksa po ndihmonte nënën në kuzhinë, Mira e vështroi me kujdes. "Je zbehur, bi", i tha. "Nuk dukesh mirë këto ditë." Elira uli syt, "Jam pak e lodhur, nën. Do më kaloj." Por nuk i kaloi. Pas disa ditësh, ajo vendosi të shkojë fshehurazi në qytetin më të afërt. U justifikua se do të blinte disa gjëra për shtëpinë. Zemra i rrite fort gjatë gjithë rrugës. Duart i dridheshin. Kur hyri në farmaci dhe kërkoi testin, zëri mezi i doli, rezultati erdhi shpejt. 2 vija. Të qarta. Të pamëshirshme, Elira u ul në një stol pranë rrugës. Ajri ju duki rënd. Bota rreth saj vazhdonte normalisht, njerëzit kalonin, makinat lëviznin. Por për të gjithçka ishte ndalur, nuk ka mundësi. Përshpëriti, ajo e dinte me veten e saj. Ishte e virgjër. Nuk kishte pasur kur një lidhje, asnjë marrëdhënie, asnjë sekret që të justifikonte atë që po shite. Frika u kthye në panik, si do t'ua thoshte prindërve, çfarë do të thoshte fshati, kush do ta besonte. Netët që pasuan ishin më të errëta të jetës së saj. Qante pa zë, me jashtëkun mbi fytyrë. Ndjente turp, edhe pse nuk dinte për çfarë. Ndjente faj, edhe pse nuk kishte bërë asgjë. Në fshatin e saj, një vajzë shtatzën pa burr ishte turp i përjetshëm. Por një vajzë që betohej se ishte e virgjër, kjo ishte diçka që askush nuk do ta pranonte. Trupi i saj filloi të ndryshonte ngadalë. Barku ende nuk dukej, por ajo e ndjente. Çdo mëngjes zgjohej me të njëjtën frikë, se dikush do ta vërente, se dikush do të dyshonte. E para që vuri re diçka ishte nëna e saj. Një mbrëmje, ndërsa po paloste rrobat, Mira u ndal dhe e pa drejtë në sy. "Elira", tha me zë të dridhur, "ma thuaj të vërtetën. A ke ndonjë hall?" Lotët i rodhën pa kontroll, nën. "Unë." Fjalët nuk i dilnin. Mira u afrua dhe e përqafoi fort. "Çfarëdo që të jetë, unë jam këtu." Atë natë, e vërteta doli në dridhë. Elira tregoi gjithçka, me zë të ulët, mes lotësh dhe dridhjesh. Kur përmendi fjalën shtatzën, Mira u mpiks. Kur dëgjoi "jam e virgjër", fytyra ju zbardh edhe më shumë. "Çfarë po thua, moj bi?" "Është e vërtetë, nën." "Po të betohem." Në dhomë ra një heshtje e rëndë.
E vetmja gjë që dëgjoi ishte ora e vjetër në mur të nesërmen, Halili e mori vesh, reagimi I tij ishte I ftohtë. Nuk bërtiti. Nuk goditi. Por heshtja e tij ishte më e rëndë se çdo britm, ky fshat nuk fal, tha vetëm kaq. Dhe e vërteta, sado e pastër të jetë, nuk I intereson askujt. Fjala u përhap më shpejt se sa Elira kishte frikë. Një vizitë e pavendosur, një vështrim I zgjatur, një përshpëritje në dyqan. Dhe brenda pak ditësh, I gjithë fshati fliste. E pamundur. Gënjen. Asnjë vajzë s'ngel shtatzën pa burr. Familje e turpëruar. Elira nuk dilte më nga shtëpia. Dritaret mbeteshin të mbyllura. Çdo hap jashtë I dukej si gjyq publik. Por brenda saj, përtej frikës dhe dhimbjes, kishte edhe diçka tjetër, një ndjesje e çuditshme, sikur jeta që po rritej brenda saj po I kërkonte të mos dorëzohej, dhe kjo ishte vetëm fillimi. Gjykimi, dyshimi dhe e vërteta që askush s'donte ta dëgjonte, ditët që pasuan u kthyen në një ankth të pandërprer për Elirën. Shtëpia, që dikur ishte stre, tani I dukej si burg. Dritaret rinin të mbyllura, perdet gjithmonë të tërhequra, sikur edhe drita e diellit mund të sillte fjalë të liga nga jashtë. Çdo zhurmë në obor e bënte të dridhej. Çdo hap pranë portës I dukej si një tjetër akuzë që po afrohej. Nëna e saj, Mira, ishte e vetmja që I qëndronte pranë pa kushte. Edhe pse e tronditur, ajo e shihte vajzën e saj çdo ditë e më të thyrë dhe nuk mund të dyshonte tek ajo. Ishte rritur nën sytë e saj. E njihte çdo hap, çdo frymëmarrje. Nëse Elira thoshte se ishte e virgjër, për Mirën kjo kishte peshë më të madhe se çdo thashë them fshati. Halili, nga ana tjetër, ishte mbyllur në heshtje. Dilte herët në mëngjes dhe kthehej vonë. Në kafene, burrat ndalonin bisedën sapo ai afrohej. Disa e shikonin me keqardhje, të tjerë me përçmim. Në një fshat të vogël, turpi nuk ishte vetëm personal, ishte kolektiv. Dhe Halili e ndjente këtë barë mbi shpinë, duhet ta çojmë te mjeku, tha Mira një mbrëmje, duke thyer heshtjen. Halili ngriti syt ngadalë, çfarë do të ndryshoj? E vërteta, u përgjigj ajo me vendosmëri. E vërteta gjithmonë ka rëndësi. Të nesërmen. U nisëm për në qytet. Elira kishte veshur një pallto të gjerë, sikur të donte të fshihej nga bota. Rrugës nuk foli. Vetëm shtrëngonte duart në prerë dhe shikonte jashtë, ku pemët dhe shtëpitë kalonin shpejt, pa e ditur dramën që po zhvillohej brenda saj. Në klinik, ajri kishte erë dezinfektuesi dhe pritjeje të lodhur. Mjeku ishte një burr rreth të 50-tave, me sy të qetë dhe zë të ulët. Ai I dëgjoi me kujdes, pa ndërprerë, ndërsa Mira fliste dhe Elira rinte me kokën ulur. Do të bëjmë disa ekzaminime, tha ai më në fund. Duhet të jemi të saktë. Ora që pasoi ishte më e gjata e jetës së Elirës. Kur mjeku u kthye me rezultatet. Fytyra e tij ishte serioze, por jo gjykuese. Vajza është shtatzën, tha ai qartë. Halili shtrëngoi nofullën. Mira mbylli syt për një çast, por vazhdoi mjeku, duke parë drejt Elirës. Në aspektin mjekësor, ka raste shumë të rralla ku shtatzënia ndodh pa marrëdhënie seksuale të plota. Dhoma u mbush me heshtje. Çfarë do të thotë kjo? Pyeti Halili me zë të ngurtë. Do të thotë, shpjegoi mjeku me kujdes, se biologjia ndonjëherë nuk ndjek rregullat që njerëzit mendojnë se janë absolute. Ka raste të dokumentuara, megjithse jashtëzakonisht të rralla. Elira ngriti syt për herë të parë. Pra, ju më besoni? Mjeku e pa drejt e në sy. Unë shoh faktet. Dhe faktet nuk përjashtojnë atë që ti po thua. Për Mirën, këto fjalë ishin si një fije drite në errësirë. Për Halilin ishte një goditje tjetër, jo sepse vajza e tij po gënjente, por sepse e dinte se fshati nuk do ta pranonte kurrë këtë shpjegim. Kur u kthyen, lajmi për vizitën te mjeku u përhap po aq shpejt sa gjithçka tjetër. Por jo siç ishte në të vërtetë. Fjalët u shtrembëruan, u shtuan, u hoqën sipas dëshirës së secilit. Mjeku e konfirmoi, thoshin disa, po sigurisht që është shtatzën. Çfarë prisnin? Thoshin të tjerë, virgjëresh. Për rralla për fëmijë, qeshnin disa gra në fshehtësi.
Në xhami, pas faljes së premtes, disa burra nisën të flasin hapur, këto gjëra nuk kanë vend këtu, tha njëri, familja duhet të marrë masa, shtoi një tjetër, Elira i dëgjonte këto fjalë nga brenda shtëpisë, si thika që i hynin në zemër. Ajo nuk kishte zë. Askush nuk e pyeste. Askush nuk donte ta dëgjonte. Një mbrëmje, një grua e moshuar e fshatit, e njohur për besimin e saj të fortë, erdhi në shtëpinë e tyre. U ul përballë Elirës dhe e vështroi gjatë, bi, i tha, Zoti i di të gjitha. Njerëzit flasin sot e harrojnë nesër. Por ti duhet të jesh e fortë. Ishte hera e parë që dikush nga fshati nuk e shikonte me urrejtje apo dyshim. Elira qau. Jo nga dhimbja, por nga lehtësimi, por jo të gjithë ishin kaq të mëshirshëm, disa të rinj filluan të hedhin fjalë sa herë që Halili kalonte rrugës. Një natë, dikush shkroi me shkumës në murin e shtëpisë së tyre, turp. Mira e fshiu në heshtje, me lot në sy, para se Elira ta shihte brenda vetes, Elira filloi të ndryshonte. Frika po i lëshonte vend diçka e tjetër. Një ndjenje mbrojtjeje. Sa herë vendoste dorën mbi bark, ndjente sikur nuk ishte më vetëm. Sikur ajo jetë e vogël po i jepte forcë, unë nuk kam bërë asgjë gabim, i tha një natë nënës së saj. Mira e përqafoi, e di, bi. Dhe një ditë, edhe të tjerët do ta kuptojnë. Edhe nëse vonohen. Por ndërsa koha kalonte dhe barku filloi të dukej, tensioni në fshat rritej. Disa kërkonin që familja të largohej. Të tjerë kërkonin që Elira të martohej për të mbyllur gojën. Halili ishte përballë një vendimi që do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë, dhe ndërkohë, një detaj i vogël, i zbuluar nga mjeku gjatë analizave të tjera, po përgatiste terrenin për një zbulim edhe më të madh. Një e vërtetë që do të trondiste jo vetëm familjen e Elirës, por gjithë fshatin. Zbulimi që ndau fshatin dhe forca që lindi nga dhimbja, koha nuk falte. Çdo ditë që kalonte, barku i Elirës bëhej më i dukshëm dhe me të rritej edhe presioni i fshatit. Ajo nuk ishte më thjesht vajza e Halilit, por ajo vajza, emri që përmendej me pëshpëritje, me nënqeshje, me gjykim. Gratë ndëronin anë të rrugës kur e shihnin Mirën, ndërsa burrat heshnin rënd kur Halili afrohej, por atë javë, gjithçka do të ndryshonte. Mjeku kishte kërkuar që Elira të kthehej për analiza të tjera. Ishte diçka që nuk e shpjegonte dot vetëm me fjalë të thjeshta. Ai kishte parë diçka të pazakontë në rezultatet e para, diçka që kërkonte vëmendje më të thellë. Halili nuk donte të shkonte më. Për të, çdo udhëtim në qytet ishte një tjetër ekspozim i turpit. Por Mira këmbënguli, nëse ka një të vërtet tjetër, ne duhet ta dim, i tha ajo. Elira nuk foli, por sytë e saj kërkonin përgjigje. Jo për fshatin. Për veten, në klinik, atmosfera ishte më serioze se herën e parë. Mjeku i priti me dosje në dorë. U ulën. Askush nuk foli për disa çaste, Zoti Halil, filloi ai, ajo që do t'ju them nuk është diçka që dëgjohet shpesh. Madje, shumë mjek gjatë gjithë karrierës së tyre nuk ndeshen kurrë me një rast të tillë. Halili u mbështet pas karriges, folni, tha shkurt, mjeku u kthye nga Elira. Trupi yt ka një veçori shumë të rrallë biologjike, tha me kujdes. Një anomali hormonale dhe riprodhuese që në kushte të caktuara mundëson një shtatzëni pa marrëdhënie seksuale të plotë, pa humbje të virgjërisë. Mira mbajti dorën mbi gojë, Elira ndjeu sikur toka iu largua nga këmbët, pra. Unë nuk jam. Zëri i saj u drodh, jo, e ndërpreu mjeku me qetësi. Ti nuk ke gënyer. Dhe nuk ke bërë asgjë të gabuar. Në atë moment, diçka u thye brenda Halilit. Jo nga turpi, por nga pendesa. Ai kishte dyshuar, edhe për një çast të vogël. Dhe tani ai çaste mundonte më shumë se çdo fjalë e fshatit. A mund ta provoni këtë? Pyeti ai. Me një zë që për herë të parë nuk ishte i fortë, po, u përgjigj mjeku. Me dokumentacion mjekësor, analiza dhe raport të detajuar. Kur u kthyen në fshat, Halili nuk u fut direkt në shtëpi. Shkoi në kafene. U ul në mes, aty ku burrat zakonisht flisnin për punë e politikë. Heshtja ra menjëherë, kam diçka për të thënë, tha ai, disa ngritën vetullat. Të tjerë ulën syt, vajza ime nuk është turpi që mendoni.
Dhe kushdo që ka folur pa ditur do ta ketë përballë jo vetëm mua, por edhe të vërtetën. Ai la mbi tavolinë një kopje të raportit mjekësor, kjo nuk është për rallë. Është shkencë. Por edhe sikur të mos ishte. Askush s'ka të drejtë të gjykojë një vajzë pa e dëgjuar. Disa burra qeshen me përçmim, letra qyteti, tha njëri. Këtu kemi rregullat tona. Halili u ngrit në këmbë, atëherë mbajini rregullat tuaja. Unë do të mbaj vajzën time. Kjo fjali u përhap më shpejt se çdo thashë e them. Për herë të parë, fshati u ndahapur në dy kampe. Ata që vazhdonin të gjykonin dhe ata që, edhe pse nuk kuptonin plotësisht, filluan të dyshonin tek gjykimi i tyre. Elira, nga ana e saj, kishte ndryshuar. Ajo nuk rrinte më gjithë ditën në dhomë. Dilte në obor, merrte frymë thellë, ecur ngadalë. Nuk I shmangej më shikimeve. Jo sepse nuk I dhembnin, por sepse nuk e thyenin më. Një pasdite, një vajzë e re nga fshati, e martuar prej vitesh, Ju afrua fshehurazi, nuk fola kur, I tha. Por të besova që në fillim. Ishte pak. Por për Elirën ishte gjithçka, por tensioni nuk kishte mbaruar. Një mbledhje e fshatit po përgatitej. Disa kërkonin që familja e Halilit të largohej për të qetësuar gjërat. Të tjerë donin që Elira të mos shfaqej më në publik. Atë natë, Elira mori një vendim. Baba, I tha, duke e parë drejtë në sy, nuk dua të fshihem më. As për veten time, as për fëmijën tim. Halili e pa gjatë, çfarëdo që të vendosësh, I tha më në fund, unë jam pas teje. Ajo vendosi të fliste. Jo me britma. Jo me zemërim. Por me të vërtetën e saj, dhe ajo që do të thoshte përballë gjithë fshatit, do të ndryshonte përgjithmonë mënyrën se si e shihnin jo vetëm atë, por edhe veten e tyre. Përballja publike dhe fjala që ndryshoi gjithçka, mbledhja e fshatit u caktua për të dielën pasdite në oborin e vjetër pranë qendrës, aty ku zakonisht mblidheshin për çështje të rëndësishme, ndarje tokash, ujë, probleme mes familjeve. Këtë herë, arsyeja ishte tjetër. Të gjithë e dinin. Nuk thuaj me zë të lartë, por emri I Elirës ishte në mendjen e secilit. Ajo u zgjua herët atë ditë. Nuk kishte fjetur pothuajse fare. Barku I saj ishte tashmë I dukshëm dhe çdo lëvizje I kujtonte pse nuk kishte më të drejtë të fshihej. Në pasqyrë pa një vajzë ndryshe nga ajo që kishte qenë muaj më parë. Syt I ishin erësuar nga netët pa gjumë, por në to kishte edhe diçka tjetër, vendosmëri. Mira e ndihmoi të vishej. Një fustan I thjesht, I errët, pas bukurime, mos u përkul, I tha nëna me zë të ulët. Ec drejt. Halili I priste në obor. Nuk foli shumë. Vetëm bëri me kokë dhe u nisën bashk. Rruga drejt qendrës së fshatit Ju duk Elirës më e gjatë se kurrë. Njerëzit I shikonin nga dritaret, disa dilnin nëpër porta, të tjerë ndiqnin nga larg. Asnjë nuk buzëqeshte, kur mbërritën, obori ishte pothuajse plot. Burrat rinin më përpara, gratë pak më mbrapa, të ndara në grupe të vogla, duke pëshpëritur. Kur Elira u shfaq, një murmurim kaloi nëpër turm. Disa ulën syt. Të tjerë e shikuan pa u fshehur, kryeplaku u ngrit. Jemi mbledhur për të qetësuar fshatin, tha. Ka zëra, ka pa kënaqësi. Duhet të flasim hapur. Një burr nga fundi foli I pari, nuk kemi asgjë kundër vajzës, tha, por toni e tradhtonte. Por këto gjëra prishin rendin. Fëmijët tanë shohin. Një grua shtoi, ne nuk mund të bëjmë sikur s'po ndodh asgjë. Elira ndjeu zemrën t'i rrite fort. Halili bëri një hap përpara, por ajo e ndali me një shikim. Për herë të parë, ajo vetë u afrua në mes të oborit, heshtja ra, unë do të flas, tha ajo. Zëri I doli I qartë, edhe pse duart I dridheshin. Jo për t'u justifikuar, por për të thënë të vërtetën time. Disa pshertima u dëgjuan. Disa tundën kokën, jam rritur këtu, vazhdoi ajo. Me të njëjtat rregulla që më gjykoni sot. Jam mësuar të mos flas, të mos kundërshtoj, të mos dal nga rruga që më është treguar. Dhe e kam ndjekur atë rrugë. Ajo ndaloi për një çast dhe vendosi dorën mbi bark, jam shtatzën. Këtë nuk e mohon askush.
por ju më keni dënuar për diçka që nuk e dini. Më keni quajtur gënjeshtare, më keni quajtur turp. Pa më pyetur kurrë. Një burr ndërhyri, po si shpjegohet kjo, moj bi? Elira mori frym thellë, me mjek, me analiza, me shkencë. Jo me thashe theme. Halili nxori raportin mjekësor dhe ja dorëzoi kryeplakut. Ai e shfletoi. I hutuar nga termat dhe ja dha një tjetri. Askush nuk fliste, edhe sikur të mos e kuptonit këtë letër, vazhdoi Elira, a nuk mjafton fjala ime? A nuk mjafton që unë po ju shikoj në sy dhe po ju them se nuk kam bërë asgjë të gabuar? Një grua e moshuar u ngrit ngadalë, unë e kam njohur këtë vajzë që fëmijë, tha. Nuk kam parë kur turp tek ajo. Turpi është kur gjuha është më e shpejtë se mendja. Turma u trazua. Disa gra filluan të flisnin mes tyre. Një burr u largua i zemëruar. Të tjerë qëndruan të pavendosur, Elira vazhdoi, më e fortë tani, ky fëmijë që mbaj nuk është mallkim. Është jetë. Dhe unë nuk do ta fsheh. Nëse doni të më përjashtoni, bëjeni. Por mos kërkoni që unë të ul kokën. Në fund, askush nuk pati fjalë të prerë. Mbledhja u shpërnda pa një vendim të qartë. Por diçka kishte ndryshuar. Gjykimi i sigurt ishte kthyer në dyshim, në ditët që pasuan, reagimet ishin të përziera. Disa vazhdonin ta shmangnin Elirën. Por disa të tjerë filluan ta përshëndesnin. Një grua i la një shport me ushqime te porta, pa thënë asnjë fjalë. Një tjetër e pyeti si ndihej, Halili e shihte vajzën e tij me sy të rinj, je më e fortë se sa mendova, i tha një mbrëmje, Elira buzëqeshi lehtë, edhe unë po e zbuloj tani. Por historia nuk kishte mbaruar ende. Sepse ndërsa fshati fillonte ngadalë të qetësohej, një lajm tjetër po afrohej. Një e vërtet e re që do ta bënte këtë histori edhe më të thellë, edhe më njerëzore, lindja, heshtja dhe paqja që erdhi nga brenda, muajt kaluan më shpejt se që kishte menduar Elira. Dimri po i afrohej fundit dhe bashkë me të, edhe dita e lindjes. Barku i saj ishte tashmë i rrumbullakët dhe lëvizjet e foshnjës i ndjente qartë, sidomos netëve, kur gjithçka tjetër heshte. Ato momente ishin bërë stre për të. Vendoste dorën mbi bark dhe fliste me zë të ulët, sikur bota jashtë të mos ekzistonte më, fshati nuk ishte më i njëjtë. As i mirë, as i keq. Thjesht më i heshtur. Disa njerëz vazhdonin ta shikonin me dyshim, por pa fjalë. Të tjerë ishin afruar ngadalë, pa kërkuar falje, por me gjeste të vogla, një përshëndetje, një pyetje e thjeshtë, një shikim jo marrëmiqësor. Elira kishte mësuar të mos kërkonte pranimin e askujt. I mjaftonte që nuk ndjehej më i gjuajtur nga çdo sy, mira ishte gjithmonë pranë saj. I fliste për ditën kur Elira kishte lindur, për frikën dhe gëzimin që kishte ndjerë atëherë, edhe kjo fëmijë do të vijë me të njëjtën dritë, i thoshte. Halili fliste pak, por vepronte shumë. Kishte përgatitur gjithçka në heshtje, pa bujë, pa fjalë të mëdha. Ishte mënyra e tij për të thënë jam këtu. Një natë, dhimbjet nisën, nuk pati panik. Elira ishte e qetë, më e qetë se sa kishte qenë ndonjëherë. Rruga drejt spitalit u bë në errësirë, me dritat e makinës që çanin natën. Brenda saj kishte frikë, por edhe një ndjesi përmbushjeje. Kishte mbërritur deri aty pa u thyer, lindja ishte e gjatë, e vështirë, por kur dëgjoi të qarat e para, gjithçka tjetër u shua. Lotët i rridhnin pa i ndjerë. Ishte një vajzë. E vogël, e shëndetshme, mirë se erdhe, përshpëriti Elira. Në atë moment, çdo gjykim, çdo fjalë e rëndë, çdo natë pa gjumë, humbi peshë. Ajo nuk kishte më nevojë të shpjegojë, kur u kthye në fshat, lajmi u përhap shpejt, Elira kishte lindur. Por këtë herë, fjalët ishin ndryshe. Nuk kishte thashe theme. Vetëm kuriozitet i përmbajtur. Disa erdhën të uronin. Disa jo. Askush nuk foli me zë të lartë, një pasdite, e njëjta grua e moshuar që e kishte mbrojtur në mbledhje erdhi në shtëpi. Pa fëmijën, buzëqeshi dhe tha, jeta gjen rrugën e saj, bi. Ne vetëm vonohemi ta kuptojmë. Elira nuk kërkoi falje nga askush. Dhe askush nuk ja kërkoi.
por diçka e rëndësishme kishte ndodhur. Fshati kishte mësuar të heshte përpara diçkaje që nuk e kuptonte dot plotësisht. Vite më vonë, vajza e saj do të vraponte në të njëjtat rrugë ku dikur përshpëritej për nënën e saj. Dhe askush nuk do ta ndalonte. Sepse historia e Elirës nuk u mbyll me pranimin e të gjithëve, por me forcën e saj për të jetuar pa frikë. Ajo kishte mësuar diçka që pak njerëz e kuptojnë vërtet: deri nuk është ajo që thon të tjerët për ty, por ajo që ti di për veten. Dhe kjo ishte fitoria e saj më e madhe.